Selam aleikum, a pranohet namazin në shtëpi edhe pse xhamin e kam afër? Shëqoni do thotë namazi është një farz i madh shumë, për të cilin Allahu Dhul Gjelal na ka urdhëruar për shumë vende në Kur'an. Po ashtu pastaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar do thotë me punën e namazit. Ashtu që nuk mundet mu paramendu do thotë një besimtar dhe mos me fal namaz. Por tash problemi ku është? Problemi është se ku mu fal, a mu fal në shtëpi apo mu falen në xhami. Ajo që ka ardhur prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çaj i cili e fal do thotë namazin në xhami shpërblehet 27 herë. Ndërsa çaj i cili e fal do thotë namazin në shtëpi shpërblehet vetëm se një herë. Do thotë namazi i xhamis është më i vlefshëm se namazi i shtëpisë për 27 derexha, për 27 shkallë. E vlen edhe për femrat e njëjtë? Do thotë urdhni është do thotë më tepër do thotë për burrat. Po do thotë vlen edhe për gratë, por për gratë janë disa hadithe ku thonë se namazi i gruas më i mirë është në shtëpinë e vet, ndërsa namazi i burrit më i mirë është në xhami. Ashtu që do thotë edhe kjo traditë veç vazhdonte na, për atë syse që është namazi i burrit më i mirë, burra dalin në xhami, ndërsa namazi i gruas më i mirë është të shtëpia gratë do thotë mesin edhe falen do thotë në shtëpi. Por duhet të cekin një send. Nuk është më problemi se ku është më mirë me u fal, ajo dihet. Por ka disa prej dietarëve islam të cilët do thotë e kanë parashtruar si problematik që nëse njeriu e ka xhamin afër edhe falet në shtëpi, a ju pranohet namazi i këtij apo nuk i pranohet? Ç'ka problemi? Ashtu që ka prej dietarëve islam të cilët thonë nëse e ki xhamin afër, edhe prej xhamisë tonë, nëse dikush e thirr ezanin pa mjete zmadhuese, do thotë nihet ezani te shtëpia jote, e ki për obligim me ju përgjegjë asaj thirrjes. Se ezani është një thirrje në të cilën thohet hayya ala salah, eja në namaz, hayya ala falah, eja në shpëtim. Do thotë kur muezini do thotë thirr, sikur faktikisht do thotë ti vjen dikush thotë o ti filan hajde ndihmo, e ti nëse nuk i përgjigjesh ti je një mëkatar. Sa ai do thotë po thirr ti për një ndihmë. Në këtë rast do thotë muezini do thotë i thirr banorët të cilët janë përreth xhamis, eja në namaz, eja në shpëtim. E ti nëse jo përgjigjesh, do thotë ke fituar se po nëse nuk i përgjigjesh do thotë do të jesh mëkatar. Pse nuk i përgjigjesh do thotë thirrje. Sikur kur thirr dikush për një punë apo për një hall apo për një derç, ashtu do thotë njësoj do thotë dosh më përgjigjesh dikujt. Ashtu që është një hadith shumë interesant i në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka njëri prej sahabeve i cili ka qenë qarr në të dy syt. E ka pasur Abdullah ibn Maktumi radiallahu anhu, edhe ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë o i dashmi Zotit. Ka thonë unë jam qarr, edhe kam vështirësi për marrë te xhamia. Se zakonisht apo këto ai i cili është i verbër, do dikush me morë me çua apo te xhamia. I ka thonë a ka mundësi që të fal në atë shtëpia? Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë falu. Po masi i ka thonë falu, ja ka parashtruar pyetjen e dytë. Ka thonë ai ndëgjon ezanin, ka thonë po e ndëgjon. E ka thonë masi e ndëgjon ezanin, përgjigj ezanit. Do thotë edhe njeri i verbër më kon, nëse do thotë thirrët e ka për obligim, do thotë më përgjigj do thotë çasaj thirrje. Por për fat keq, përsëri po e përsëris apo thotë që kohën e fundit do thotë jemi duke jetu shumë larg prej ajeteve kuranore, edhe jemi duke jetu hala më larg prej këshillave, prej porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saqë do thotë apo shumë normal me jetu afër xhamisë, edhe me ndëgju ezanin, edhe mos më u thirr hiç, edhe mos më u përgjigj hiç, edhe te shtëpia bile mos më fal. Apo kjo është një problem i madh, do thotë me një besimtar i cili do thotë ndëgjon ezanin edhe pastaj atij ezanit do thotë nuk i përgjigjet, do thotë duhet me bë një refresh, nëse mundet do thotë me u përgjigj me gjuhën e kompjuterit, do thotë imani tina, do thotë një restartim do thotë më apo edhe me këshill ku ka problemi tek njëri, pse do thotë nuk ka ndjenja ndaj ezanit edhe nuk ka do thotë përgjithësi do thotë ndaj asaj na çka e ndëgjon, do thotë si besimtar.